Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi beson ende se Kosova do ta miratoj formimin e gjykatës speciale dhe pse në seancën e fundit deputetët e partisë së tij votuan kundër saj. Krye diplomati kosovar tha se rezultati i votimit erdhi pas një debati të gjatë në Kuvend, ndërsa u shpreh bindur se në votimin e radhës Kuvendi do të miratojë ndryshimet kushtetuese. Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar një debat shumë aktiv, dinamik dhe të gjallë, një debat që ka çuar drejt një votimi me shumicë në favor të themelimit të gjykatës speciale. Rezultati ishte ai që e pan të gjithë. Votimi i së premtes ishte dëshpërues dhe zhgënjues, por ne kemi mbajtur një mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe kemi rënë dakord që të riprocedojmë në mënyrë që të kemi një mundësi tjetër. Shpresoj që kjo çështje do të tejkalohet, do të riprocedohet dhe do të kemi votet e mjaftueshme për të themeluar gjykatën speciale nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, tha Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër, njëkohësisht ministër i punëve të jashtme, që nga shpallja e pavarësisë dhe hyrja në fuqi e kushtetues së Kosovës nuk ka pasur ndonjë praktik që një amandament kushtetues i cili nuk merr 2/3 e votave të riprocedohet sërish në Kuvend. Prandaj Thaçi tha se po shikojnë mundësitë ligjore, por edhe konsensusin me ndërkombëtarët e grupet tjera parlamentare për të proceduar sërish. Ka mbetur që ekspertët ligjor të konsultohen mes tyre, por edhe me autoritetet e Kuvendit të Kosovës, gjithashtu dhe me partnerët strategjik të Kosovës, në mënyrë që të kemi një agjendë të qartë. Radhën tjetër kur të caktohet seanca e Kuvendit të Kosovës, të ketë qartësi dhe më të madhe, të ketë konsensus edhe më të madh ndërpartijak, si dhe një armonizim edhe më të ngushtë me bashkësinë ndërkombëtare, tha Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër i Kosovës. Thaçi shtoi se formimi i gjykatës speciale nga ana e Kosovës duhet parë edhe si një veprim diplomatik, ku Kosova pret që së shpejti të avancojë në integrimin evropian dhe të marrë rekomandimin për liberalizimin e vizave, ndërsa në rast të dështimit ai parashikon kosto të lartë politike për vendin. Jemi mes dy mundësive. Mundësia e parë që ta themelojmë vetë gjykatën speciale, që do të ishte me interes për Kosovën dhe të ardhmen euroatlantike të vendit ton. E në anën tjetër, mundësia që të mund të na imponohet në rast të dështimit ton të dytë, themelimi i gjykatës nga Këshilli i Sigurimit, që do të kishte një kosto të lartë edhe politike, edhe kombëtare, edhe shtetërore për Kosovën, sepse në rastin e Këshillit të Sigurimit do të përfshiheshin edhe kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, tha Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër i Kosovës.